Ju përshëndes të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ në televizionin 6+1 Vlora. Larg duart nga zonat e mbrojtura, me këtë slogan qytetarët dhe ambientalistët protestuan në plazhin e Portonovës këtë të shtunë, në një protestë paqësore dhe sensibilizuese për të mos lejuar ndërtimet në këtë zonë të virgjër, që sipas protestuesve do të jetë pronë e qytetarëve të Vlorës. Me këto mesazhe, qytetarët, shoqëria civile dhe ambientalistët janë rikthyer sërish protestave në Zvërnec gjatë kësaj të shtune. Ata u mblodhën në plazhin e Portonovës për të kërkuar larg duart nga zonat e mbrojtura. Ishte një protestë paqësore dhe sensibilizuese për të mos lejuar ndërtime në këto zona të virgjëra, që sipas protestuesve duhet të jenë pronë e qytetarëve të Vlorës. Protestues të ardhur edhe nga Tirana, si dhe qytetarë të Vlorës, përcollën thirrjet e tyre për të mbrojtur natyrën dhe për të mos u prekur bukuria e bregdetit të Zvërnecit, ashtu si kundër edhe i gjithë Portonovës. Qytetarë të shumë të ardhur nga Tirana, por edhe qytetarë të Vlorës, si dhe të zonës së Zvërnecit, dhanë mesazhet e tyre për të mbrojtur natyrën dhe për të mos u prekur bukuria e bregdetit të Zvërnecit. Sipas tyre, kjo tokë duhet të gëzohet nga fëmijët tanë. Unë që ju flas, jam Klajdi Bello, i cili shpëtoi fal disa djemve dhe vajzave që ndërhyrën në kohë, sepse kjo është koka ime, pasi ata paramilitar, para ata ushtarak, sepse ata mënyra se si kishin ardhur për të na vrarë. Por Zoti është i madh, shqiptarët u bashkuan dhe kjo plagë që unë kam në kokë është plagë e Shqipërisë, siç po shërohet plaga ime, do ta çlirojmë Shqipërinë. Ne jemi ndër të vetmit popull që identitetin ton kulturor dhe kombëtar e kemi të ndërtuar te natyra. Kënga labe i flet natyrës, kënga labe imiton natyrën, e ashtu të gjitha këngët popullore. Dikur shtëpit i lyenim duke imituar ngjyrat që shikonim në natyrë. Dikur këngët i bënim duke imituar natyrën. Veshjet i kishim duke imituar natyrën. Edhe askush nuk mund na thot se nuk kemi ndjeshmëri për natyrën. Ata që duan na heqin ndjeshmërinë për natyrën janë oligarkët edhe qeveria. Dikur flet për investitor strategjik. Unë them se investitori më i madh strategjik këtu është Zoti, shko sa të bukur e ka bërë. E ka bërë me Luvin, e ka bërë me gjithçka, domethënë e ka bërë me manastirin që kemi aty, e ka bërë me ishull, me gadishull, me mrekullira. Tani pse të vinë ata e të na fusin betonin, është njësoj sikur të fusin një elefant në një vend që ka gjëra të preqeqi, që ta bëjnë cop-cop, vetëm mos e gëzojnë fëmijët tanë. Unë dua që këtë zonë ta gëzojnë gjithë fëmijët shqiptarë. Ju i keni dëgjuar ato këngët Ngjale vijës së dalanit, vapori pa Shalimanit, tu rritet ngjala, ngjala më e mirë në mesbe. Le të firmosi e Tirana, le të firmosi Soros e mesoj e Sorollop. Kjo tokë është e shqiptarëve, do ta gëzojnë fëmijët tanë. Bravo! Shqipërinë e kanë bërë reklama nga më të ndryshmet, afgan, palestinez, sirian, që nuk futesh dot në tokë shqiptare, Durrësi ne dha. Ka ngrit kapanone atje, po ata janë fantazma atje, gjithë jugun e Shqipërisë. They cannot come here to speculate in our land. Nobody. We will defend it. We want peaceful protest, but we want to defend our land and our right to live it. Period. Protesta ishte paqësore dhe që bëri bashkë qytetarë dhe ambientalistë në vazhdim të protestave të shumta, të nisura në Vlorë dhe në Tiranë për të mos lejuar ndërtimin e resorteve turistike në zonat e mbrojtura. Ka gjë më të shtrenjtë se atë zeu, prandaj të gjithë bashkë ta vazhdojmë këtë gjë deri në fund. Qytetarët kërkojnë transparencë, studim të ligjit dhe llogaridhënie për çështjen e Zvërnecit. Ata thanë se janë këtu për të mbrojtur Zvërnecin, Nartën, Rjollin dhe të gjitha zonat e mbrojtura dhe turistike të vendit. Në protest, edhe banorët e Zvërnecit kërkuan zbatim të ligjit për pronarët e vërtet, sa ka që specialistë dhe aktivistë mjedisit thonë se këto lloj investimesh nuk mund të shkojnë në një habitat natyror kaq të bukur dhe të ndjeshëm. Protesta e Zvërnecit mblodhi bashkë këtë të shtunë qytetarët në një protestë kombëtare.
Ata thanë se janë këtu për të mbrojtur Zvërnecin, Nartën, Rjollin dhe të gjitha zonat e mbrojtura dhe turistike të vendit. Qytetarët kërkojnë transparencë, sundim të ligjit dhe llogaridhënie. Thash për zonat e mbrojtura, për Zvërnecin, Nartën, Rjollin, Andemban, nga Vermoshi deri në Konispol. Kështu që ne jemi për sundimin e ligjit mbi gjitha, për transparencën, për llogaridhënien. Dhe do jemi këtu çdo ditë. Zvërneci të ri ashtu që është, nuk duam të vinë dhe të investojnë këtu dhe të vrasin kafshët dhe we want to protect the environment, we want to protect the animals dhe duam që Shqipëria mos të shitet, se nuk është për të shitur, prandaj jemi këtu sot. Dje Edi Rama në antimitingun e tij na ka thritur gjithë neve që jemi sot në protest për vendin tonë, ka thritur budallënj. Ndërkohë del jep intervista nëpër media, këtej thot ai dialogojmë, pastaj thot jo po unë se heq dorë. Tani jo do dialogojmë apo do heqësh dorë? Ne nuk kemi për t'ja dialoguar. Dhe ju falenderoj që keni ardhur sot në këtë vendin e mrekullueshëm, në Portonove. Ne jemi të gjithë patriotë dhe shqiptarë, e duam atë, e duam Vlorën dhe jemi nga shoqata civile për zonat e mbrojtura. Dhe ne nuk jemi kundër ndërtimeve, po jemi kundër strategjikës. Ato që jepen me koncensione për të mirën e atyre që do vinë, jo për të mirën e vlonjatëve dhe të qytetarëve. Në proteste dhe banorë të Zvërnecit, një prej tyre edhe Minella Balliu, ai shpret pro investimit nëse i shërben zhvillimit, por edhe zbatimit të ligjit për pronarët e vërtet. Pretendus kryesor të pronës që është këtu. Prej 220 hektarësh, me dokumenta të rregullat vjetë që më është grabitur nga Artur Sheu me dokumenta falsa, të cilat sot e kësaj ditë janë proces gjyqësor. Këtë gjë bëra të qartë kryeministrit, këtë bëra të qartë gjithë njerëzve, e kam për të qartë gjithë mediave, sepse prona e cila është blerë me gjak, to morët me gjak pasaj. S'kemi si të ja bëjmë ndryshe. Kur nuk më jep zgjidhje, çfarë do të bëj unë? Të nxjerr tjetër nga shtëpia, çfarë do të bëj? Se është një sikur shtëpia ime. Sikur jam në shtëpinë time tani, nxjerr tjetër nga shtëpia. Kjo është. Çfarë do të bëjmë ne? Atëherë kërkoj. Nuk jam absolutisht kundër investimit. Investimi të bëhet sepse i shërben zhvillimit, i shërben komunitetit, i shërben vendit, i shërben të gjithëve. Unë jam pro investimit të bëhet. Po me dokumenta të rregullta. Me dokumenta të rregullta. Po janë proces gjyqësor pra. Dhe se janë proces gjyqësor, e kam kur gjykata në 2003 ma ka njohur pronën, në 2003 ma ka njohur pronën për 220 këta parë se janë është bën një llogari që bie 250, por sa më ka njohur gjykata kaq kërkon. Specialistë dhe aktivistë të mjedisit apelojnë se këto lloj investimesh nuk mund të shkojnë në një habitat natyror kaq të bukur dhe të ndjeshëm. Sipas tyre, kjo zonë që duhet i shërbejë njerëzve, kërkohet të transformohet në betonizime. Shqetësimi është që me vendimarrje të gabora, biles të personalizuara nga kryeministri, gjithë kjo zonë që bazohet dhe mbrohet me ligj, por që është vërtet është pronë shtetërore, por është edhe pasuri publike për t'i shërbyer njerëzve, por çfarë po ndodh? Po e transformojnë në betonizime, po e tjetërsojnë nga pronë publike në shërbim të publikit, ja kalojnë të gjithë të territor si pronë të disa individëve. Biles nga informacioni që kam, kemi edhe individ të inkriminuar. Dhe për mua shumë e rëndësishme gjithashtu dhe delta e Vjosës, prandaj dhe jam sot këtu dhe kam më shumë se një muaj që po protestoj për mbrojtjen e kësaj zone kaq të bukur. Mesazhet patjetër janë larg zonave të mbrojtura, këto lloj investimesh nuk mund të shkojnë në një habitat natyror kaq të bukur dhe kaq të ndjeshëm siç është Vjosnarta. Kryeministri Edi Rama u takua me banorë të Zvërnecit. Banorët kërkuan që të anulohet përkohësisht projekti derisa gjykata të përcaktojë se e kujt është prona, e atij që e ka shitur apo e atyre që aktualisht pretendojnë pronësinë. Shqetësimit të tyre, Rama ju përgjigj se për pronën duhet të presin gjykatën, ndërsa tha se ishte aty për të dhënë përgjigje për investimin. Kryeministri Edi Rama u takua me banorët e Zvërnecit. Përballë kreut të qeverisë, banorët ngritën si problematik thimin e pronës, ndërsa thanë se nuk ishin kundër investimeve. Shqetësimit të tyre, Rama ju përgjigj se për pronën duhet të presin gjykatën, ndërsa ai ishte aty për të dhënë përgjigje për investimin. Çështja jonë është akoma duke u gjykuar. Unë pas nesër jam në gjyq për kthimin fizik të pronës. Ju para një jave keni thënë që ajo pronë është e trashëguar dem babadem. Mua më vrau. Ndjesën që ose je ndje i lënduar, po s'më ke kuptuar
si duhet, sepse unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kur asnjë nga pronarët që përfliten, si pose që janë pronarë dhe përfliten që si janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiq fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Dhe nëse ju ktheni në kohë kur ka dalë për herë të parë shpreha interesit nga ana e familjes së presidentit të Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe kur është folur për Sazanin dhe për Zvërnecin, unë e kam thënë shumë qartë që në atë kohë Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet nga pamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private. Pikërisht, ajo pronë, ashtu si tha i parafolsi, është grabitur me dokumentat falsifikuar dhe këtë. Nuk është fare çështja ime. Nuk është çështja juaj, jam plotësisht dakord. Nuk është çështja juaj, është çështja e drejtësisë së korruptur tu tek ne. Edhe një herë, mos tani, unë kam ardhur të flas në emrin tim dhe të mbaj përgjegjësi para jush për çdo gjë që ju doni të dini lidhur me raportin. Jemi dakord që projekti të zhvillohet duke ruajtur të gjitha parametrat përkatës. Po në radhë parë të ketë prona tek pronarët. Pezit po thoj se u sqaruam edhe ne vet, pastaj edhe pjesa tjetër. Ka të drejtë gjithkush që të pretendoj, unë jam në respekt për atë që pretendon për pronën, jam respekt për mjedisin, ta mbrojmë, jam respekt edhe për komunitetin, sepse biznesi ka lidhje me komunitetin. E vetmja gjë pozitive, e gjitha historia është që vetëm inatin ju ka shtuar për ta bërë gjën akoma më spektakolare. Dhe këtu do jemi, do rojmë, shpresoj, e do shohim. Mendoj që gjërat do shkojnë mirë dhe një gjë ju them, në momentin që do vi projekti, në momentin që do jetë gati projekti nuk ka për të ardhur në Tiranë, do vi në Tiranë, por projekti do vi bashkë me mua, bashkë me ata, do vi te ju, po jo te ata që janë atje në rrugë, ata në rrugë le të rinë deri në 2029. Në takim, banorët kërkuan që të anulohet përkohësisht projekti, derisa gjykata të përcaktoj se e kujt është prona, e atij që e ka shitur apo e atyre që aktualisht pretendojnë pronësinë. Ky takim u zhvillua në një moment kur kundërshtime ndaj projektit të resortit në Zvërnec kanë marrë për masa të gjera, duke ushtrirë përtej zonës dhe duke reflektuar përmes protestave të organizuara edhe në Tiranë. Edi Rama nuk tërhiqet nga Zvërneci. Kryeministri foli nga festa e 35 vjetorit të Partisë Socialiste të Shqipërisë në Vlorë, duke thënë se do të avijojmë investimin brenda kësaj dekade. Rama theksoi se investimi do të zbatohet nga një kompani superfuqi, pavarësisht se thai për momentin nuk ka projekt. Rama akuzoi gjithashtu opozitën për çështjen e pronave të krijuara vite më parë, ndërsa u ndal edhe tek Sazani, ku tha se ishulli nuk do të shitet, por do t'ju jepet shqiptarëve. Nga ceremonia e 35 vjetorit të krijimit të Partisë Socialiste Shqiptare në sheshin e Flamurit në Vlorë, kryeministri Edi Rama foli për Zvërnecin, teksa tha se investimi nuk do të anullohet pavarësisht protestave dhe se projekti do të zbatohet brenda kësaj dekade. Jo 5.000, jo 50.000, po 500.000 të dalin, edhe jo të dalin 5 ditë, po të rinë aty deri në majna qershorin e 2029-ës, ne kemi kontratën me 800 kusur mijë njerëz dhe unë dua që brenda kësaj dekade ne të bëjmë investimin. S'kemi kohë të presim e të humbasim, ata të vazhdojnë të kërkojnë Shqipërinë e shqiptarëve, ne duam shqiptarët për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë ku
ku nëse dhe im sot, thonë, o, Shqipëria, nesër thonë, o, ti e në Shqipëri, po, nga Vlora je? Kreu i qeverisë theksoi se nuk ka projekt për momentin, për të cilin është duke u punuar nga një kompani që sipas tij është superfuqi, dhe kur investimi të kryet, Vlora do të jetë pika kryesore e turizmit në mes të Europës. Për Zvërnecin është krijuar skuadra nga duke di ku mund të ketë qenë në ndonjë zhvillim tjetër. Një skuadër me arkitekt nga më të mirët e botës, me inxhinier mjedisi nga më të mirët e botës, me konsulent për oponenca mjedisore nga më të mirët e botës. Dhe ti vazhdon, anullo projektin, të thuhet ore prit se s'ka ardhur projekti, ta shikojmë projektin. Se qarë kanë ardhur, kemi thënë, ktheuni, bëni këtu, aty s'ka ardhur projekt, ata po punojnë. Një tuf njerëzish. Dhe me tregoju dhe kompanin, superfuqi në lindjen e mesme, bëjnë investime në gjithë botën. Mirë po, mos harroni një gjë, në momentin që bëhet ai investim në Zvërnec, unë nuk e egzageroj fare. Vlora bëhet pika ku s'ka nevojë më të kuturistëve të hikësh shumë larg. Vjen në Vlorë, në mes të Europës dhe je sigurie në një botë tjetër. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek titujt e pronësisë, duke folur për abuzime e duke akuzuar ata që dikur kanë qenë në pushtet. Erdhën ca shqiptarë të tjerë, se ne ja u lëm të tëra pushtuesve dhe të huajve, po erdhën ca shqiptarë të tjerë, ata shqiptarët e 91-shit e 92-shit, ata që i morën edhe i bën fije letrat e pronave. Rama foli edhe për Sazanin, teksa tha se ai nuk po bën atë që tentuan të bënin paraardhësit e tij. Po të ishim ne ata që shisnim Shqipërinë, do ishte privatizuar Sazani. Sazanin ka dashur dhe me të drejtë ta bëjnë destinacion turistik edhe udhëheqësit e tjerë. Por unë dhe ne nuk po bëjmë atë që tentuan të bëjnë ata tjerët, që e ofruan Sazanin për ta privatizuar. Këto janë gjëra që dihen dhe që do dalin një ditë. Ne pavarësisht se ata që na erdhën dhe me cilët po bashkëpunojmë janë shumë herë më të fuqishëm se sa ata të mëparshmit, nuk u kemi thënë Sazani është tokë dhe pronë e popullit shqiptar. Sa kaq kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar takimin e së premtes kryeministrit Edi Rama në Vlorë me banorët e Zvërnecit në një bashkëbisedim virtual me ndjekësit e tij. Berisha deklaroi se Rama ka dhënë lejen e zhvillimit për zonën edhe pse ishte duke u hetuar nga Prokuroria Speciale për Korrupsion të Lartë dhe Krim të Organizuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar takimin e së premtes së kryeministrit Edi Rama në Vlorë me banorët e Zvërnecit. Në një bashkëbisedim virtual me ndjekësit e tij, Berisha deklaroi se Rama ka dhënë lejen e zhvillimit për zonën, edhe pse ishte duke u hetuar nga Prokuroria Speciale për Korrupsion të Lartë dhe Krim të Organizuar. Ajo që shtyn Ramaduron të vendos epitete nga më të ndryshme dhe mediat e tij, duhet deklaroj këtu se këto ditë nxorën në pa një kurth të madh që Edi Rama kishte organizuar për investitorët strategjik, të quajtur për investitorët, dhe konkretisht e them me bindje të plot për vajzën dhe dhënien e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Sipas kryedemokratit, veprimi është një kurth i qëllimshëm i kryeministrit, i cili shpreson të përdor autoritetin e Ivanka Trump dhe Jared Kushner për mbylljen e dosjes investigative. Çfarë zbuloi dje takimi në Zvërnec? Të dashur miq, zbuloi se Zvërneci po hetohej prej një viti
Nga kush po hetoj? Nga ai organ i cili ka 2 vepra penale në hetim. Korrupsion e lartë dhe krimin e organizuar. Pra, në një dosje ku prokuria shqiptare kishte nisur hetimet për krim të organizuar ose korrupsion në nivelet më të larta, ky zotëria e tij ipte lejen e zhvillimit për kompaninë duke shpresuar se autoriteti i zotit Kushner dhe vajzës do të mjaftonin për të mbyllur çdo dosje. Berisha kritikoi mungesën e transparencës në këtë çështje, duke kujtuar përplasjet e fundit me banorët dhe pronar lokal, të cilët u përballën me telat me gjëmba. Në të njëjtën orë kur Partia Socialiste po zhvillonte festën e 35 vjetorit në sheshin e Flamurit, Partia Demokratike e Vlorës dhe opozita protestoi pasditën e së premtes përpara bashkisë. Me sloganin Vlora nuk hesht, kërkesa kryesore e protestës ishte dorëheqja e menjëhershme e qeverisë, përfaqësues të PD-s renditën sipas tyre disa nga arsyet e keqqeverisjes. Partia Demokratike e Vlorës dhe opozita protestoi pas ditën e së premtes përpara bashkisë në një orë kur Partia Socialiste po festonte 35 vjetorin në sheshin e Flamurit. Protestës u bashkuan edhe qytetarë, ndërsa mesazhet ishin ato të keqqeverisjes dhe largimit të pushtetit nga qytetarët. Nënkryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës, Eral Bakreshpa, tha se Shqipëria po boshatiset nga të rinjt. Partia Demokratike nuk është kundër zhvillimit, por është kundër padrejtësive, ka thënë ajo. Ne nuk jemi kundër zhvillimit. Ne nuk jemi kundër investimeve, ne jemi kundër padrejtësisë. Jemi këtu për të kujtuar se pas çdo statistike ka një nën që nuk gjen ilaçet, një pensionist që nuk mbyll muajin, një i ri që largohet nga vendi dhe një familje që humb shpresën. Dhe kur qytetarëve u merret shpresa, ata nuk heshtin, ata ngrihen. Sot Vlora ngrihet, sot qytetarët ngrihen, sot po i themi pushtetit se nuk do të heshti më. Shqipëria meriton më shumë, Vlora meriton më shumë, dhe ne do të vazhdojmë të ngrem zerin derisa të dëgjohemi. Nuk mund të hesht, kur kjo qeveri gjen para për të financuar terapi hormonale falas për të mitur, ndërsa qytetarët shqiptarë luftojnë çdo ditë për shërbimet më bazike shëndetësore. Sekretari antikorrupsionit në Partinë Demokratike të Vlorës, Rezembrik Serjani, foli për shifrat milionshë të korrupsionit që sipas tij kanë ngëryer këtë qeveri. Një pushtet qendror diabolik 13 vjeçar, i cili metastazat e korrupsionit i ka hedhur në Vlorë, duke ngritur monumentet më të mëdha të korrupsionit dhe duke vazhduar mëtej me një pushtet vendor që ka afro 30 vite, që shkel çdo ditë, çdo orë, çdo minutë vullnetin, dinjitetin dhe të drejtat e këtij qyteti. Vlora është në gjendje të jashtëzakonshme. Prandaj, nga ky shesh, si thirrje revoltës popullore, i them kreut të sektit. Edi Rama, o i papur, jep dorëheqjen nga sheshi Flamurit, nga sheshi Kombit, sepse mallkimi shkatrimi që i bëre atij sheshi, shkatrimi që i bëre Vlorës, do të përpjek ty dhe shpurën tënde të ajtutërisë. Për 13 vite je ndruar në xhelatin e këtij kombi, si antishqiptari më i madh i të gjitha kohërave. Jep dorëheqjen, jep dorëheqjen, jep dorëheqjen. Ish kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, aktualisht këshilltar në Këshillin Bashkiak, Atirt Hoxha, tha se sot është koha që të gjithë të protestojnë. Po jetojmë ne në një qytet më të mirë? A janë rrugët tona më të mira? A kanë familjet vlonjare më shumë orar me furnizimin e ujë të pishëm? A kemi ne më shumë plazhe publike? A kemi ne më shumë shërbime? A kemi ne më shumë institucione apo më pak institucione me këtë qeverisje? Përgjigjen besoj se e dim të gjithë. Sot kemi centralizim të gjitha shërbimeve. Institucionet që largohen nga qyteti, shërbimet që vështirësohen, qytetarët që detyrohen të bredhin për të gjetur elementin më minimal në institucionet shtetërore. Ky nuk është modernizim, ky është largimi i shtetit nga qytetarët. Shikoni çfarë po ndodh me burimet tona. Banorët e Trajgjasit, Dukatit dhe Radhimës, njerëz që protestojnë për ujin e tyre,
për burimin e tyre, për të drejtën e tyre. Dhe pse? Sepse edhe burimi natyror po trajtohet si plaç për të ndarë me klientët e qeverisë. Shikoni portin detar, portin e Vlorës. Nuk ka më port, miqtë e mi. Porti i Vlorës ju është dhënë për interesa private, ndërkohë që qytetarët pyesin. Ku është interesi publik tek ai investim që po zhvillohet? Nuk ka as interes publik, vetëm dhe thjesht privat. Ndërkaq kërkesa kryesore e protestës së Partisë Demokratike ishte dorëheqja e menjëhershme e Edi Ramës dhe qeverisë. Anulimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura të shfuqizohet statusi strategjik të dorëhiqet qeveria. Kanë qenë këto kërkesat e radhës në protestën e qytetarëve të Vlorës kundër ndërtimeve në Zvërnec. Sipas qytetarëve, populli thjesht nuk përfiton nga këto investime, por vetëm një grusht të njerëzish të pasur. Qytetarët e Vlorës zhvilluan protestën e radhës kundër investimeve strategjike në zonat e mbrojtura të Vlorës. Një zëri nga protesta në sheshin Tre Racat, ata kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Sipas qytetarëve, populli thjesht nuk përfiton nga këto investime, por vetëm një grup i ngushtë njerëzish të pasur. Në protestë ishin të pranishëm jo vetëm qytetarë të Vlorës, por edhe të ardhur nga emigracioni. Jam këtu për të protestuar kundër investimeve strategjike në zonat e mbrojtura të Vlorës. Jam këtu për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Investime strategjike quhen të tilla kur benefitet i përfiton populli lokal. Më lejoni që t'ju pyes ju vlonjatëve të mi, për të kuptuar më shumë mendsinë e kryeministrit ton dhe dashamirësinë e kryeministrit ton. Si është përmirësuar jetesa juaj nga ndërtimi i resorteve luksoze në Bregdet, ato ndërtime që na e ka shpërfytyruar dhe na kanë glavuruar Bregdetin. Si ju është rritur mirëqenia? A keni ujë 24 orë? Po drita a keni? Me siguri çmimin e naftës e keni më të ulët në Europë, sepse naftë keni plot. Po pensionistët, a ju del pensioni tyre? Ku i keni fëmijët? Boniprit dhe mbesat, a keni shansin që t'i gëzoni dhe t'i mbani në krër? A dëshironi që rinia të qëndroj apo të marrë arafin? Çfarë ju është futur në xhepa nga këto investime strategjike? Si ju është përmirësuar jeta atyre punëtorëve që punojnë në rizortet në Palas? Ju është bërë jeta më e mirë? Dhe nëse këto lek nuk janë futur në xhepat tuaja, në xhepat e kujt janë futur? Si gjithë qytetarët e tjerë, jam shumë emocionuar që jemi këtu sot të gjithë bashkë. Emigrante 30 vjet në Itali, si gjithë bitë dhe bijat e këtij vendi, e bëm mallin jastëk dhe lot ku flinim çdo natë. Një mall që na shtrëngon në gjë, një mall që unë e quaj të pashuar. Kjo nuk duhet i ndodhi më brezave që vinë. Pastaja janë edhe pensionistët. U ktheva në Shqipëri dhe kam hapur një dyqan. Dëgjoj ditë për ditë pensionistët që më thonë, do vi nëna, do vi edhe në tjetër kur të marr pensionin, se 100.000 lekë marrim. Pra jemi edhe zëri i tyre, sepse ata nuk ka kush t'i mbrojë. Protestës janë bashkuar edhe shtetas italian, aty ku është lexuar edhe një mesazh nga aktori i njohur italian, Alessandro Gazman. Aktori i njohur italian, Alessandro Gazman, ka reaguar publikisht në mbështetje të protestave kundër projektit të Zvërnec. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, ai shpreh se në një ishull i mbrojtur dhe i dashur nga qytetarët, rrezikon të transformohet përgjithmonë nga ndërtimi i një rezorti ekskluziv nga super të pasurit. Gazman thekson se deti, plazhet, lumejt, malet janë pasuri që u përkasin të gjithëve, nuk duhen të bëhen objekt privilegjesh për një pakicë të pasurish. Ai vlerëson shumë reagimin e qytetarëve shqiptar, të cilët sipas tij po përpiqen të mbrojnë një mrekulli të natyrës dhe shpreh shpresën që përpjekja e tyre të ketë sukses. Shpresoj vërtet që t'ia dalin, shkruan aktori duke shoqëruar mesazhin me një apel për mbrojtjen e mjedisit. U përqafoi të gjithëve. Kërkesat e protestuesve janë dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor për statusin strategjik, si edhe anulimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura.
Në Vlorë u festua 35 vjetori i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Socialistët u mblodhen në sheshin e Flamurit ku kujtua rrugtimin ndër vite e kësaj force politike. Mes tyre ishte dhe kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama. Gjatë aktivitetit festiv u nderuan me medalje të artë kryetarët e parë të Partisë Socialiste të Vlorës si kontributor ndër vite. Në Vlorë u festua 35 vjetori i Partisë Socialiste Shqiptare. Socialistët u mblodhen në sheshin e Flamurit në një miting ku kujtua rrugëtimin ndër vite i kësaj force politike. Mes tyre ishte edhe kryetari i Partisë Socialiste Shqiptare, kryeministri i vendit Edi Rama. Gjatë aktivitetit festiv u nderuan me medalje të artë edhe kryetarët e parë të Partisë Socialiste të Vlorës dhe jo vetëm si kontribues ndër vite. Mes tyre ishte kryetari i parë i Partisë Socialiste në vitin 1991, Gëzim Tushi, i cili tha se kjo forcë politike ka kaluar shumë vështirësi, por transformimi i Partisë Socialiste erdhi më pas duke bërë atë një forcë progresiste europiane. Kemi kaluar shumë vështirësi. Ata që janë bashkë me mua, sepse natyrisht nga unë deri tek Levisi janë një numër i madh kryetarësh partisë të gjithë të suksesshëm, të gjithë kontributivë dhe të gjithë me merita të veçanta. Unë duhet të theksoj dy momente të vogla. E para, Partia Socialiste në historinë e saj të suksesshme ka dy momente. Momenti i parë është transformimi i partisë, i cili ishte një proces jashtëzakonisht i vështirë, kalimi në pozicionin normal të socializmit demokratik, për ta bërë atë forcë europiane, për ta bërë atë të ngjashme me partinë e François Mitterrandit apo të Papandreut, kjo ishte një meritë e madhe që e kishte lideri historik Fatosnano. Dhe ne hymë në internacionale socialiste në drejtimin e tij. Por etapa e dytë dhe shumë më e rëndësishme është ajo e transformimit të Shqipërisë në drejtimin e Edi Ramës. Fjalë zemre përpara socialistëve dha edhe ish kryetari i saj Eduard Talushi. Ai tha se kontributi në këtë forcë politike është dhënë në vitet më të vështira në opozit, ndërsa theksoi se janë shënuar rezultate shumë të larta fal sakrificës të antarëve dhe simpatizantëve. Kemi kontribuar në vitet 90, në vitet ndofta më të vështira që kaloi Partia Socialiste e Shqipërisë në opozit. Kemi arritur të shënojmë rezultate shumë të mira dhe kjo ka qenë farë sakrificave të aktivistëve dhe militantëve të Partisë Socialiste. Jo vetëm në ato vite, por gjatë gjithë 35 viteve të jetës së saj. Mirënjohje dhe përullësi për vlerat që kanë mbajtur, aktivistët që kanë mbartur, aktivistët dhe militantët e Partisë Socialiste të Vlorës, dhe që kanë transmetuar nga brezi në brez në të gjitha strukturat e Partisë Socialiste të Vlorës. Me medalje të artë u nderua edhe Mezan Malaj, një nga figurat e orëve të para të krijimit të Partisë Socialiste, si dhe ish deputet. Malaj ka falenderuar të pranishmit si dhe kryetarin e Partisë Socialiste Shqiptare Edi Rama për këtë vlerësim. Faleminderit që nuk na harroni. Faleminderit që na kujtoni dhe faleminderit që na vlerësoni. Mes të vlerësuarve edhe ish kryetari i Partisë Socialiste dhe ish kryebashkiaku i Vlorës Niko Veizi, i cili tha se drejtoi këtë forcë politike në një periudhë shumë të vështirë. Partia Socialiste lindi si domosdoshmëri e kohës për të modernizuar politikën shqiptare dhe e modernizoi. Lindi për ta zbutur, për ta bërë njerëzore politikën shqiptare dhe e bëri të tillë. Por nuk ka qenë kështu gjithmonë. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë, sidomos ato 7 vjetet e para. Ka qenë e vështirë sepse pushteti atëhershëm ishte i tmerrshëm. Pushteti drejtohesh nga një lugat, nga një kalorës i apokalipsit. Megjithatë, neve rezistuam dhe fituam. Partia Socialiste dhe kryetari i saj Edi Rama në këtë 35 vjetor vlerësoi edhe kryetar të Partisë Socialiste në njësitë administrative të Bashkisë së Vlorës, si dhe në Himar e Sarand. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar se ka nisur procesi i votimit në përfaqësi diplomatike për qytetarët e regjistruar jashtë vendit. Procesi po zhvillohet në ambasada dhe konsulatat të Kosovës në disa shtete, ndërkaq KQZ-ja ka përfunduar dhe shpërndarjen e materialeve zgjedhore në qendrat komunale të numërimit në Kosovë, ndërsa ato do të dërgohen në qendrat e votimit pas hapjes së tyre.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar se ka nisur procesi i votimit në përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës për qytetarët e regjistruar jashtë vendit. Sipas zëdhënësit të KQZ Zvalmir Elezi, deri në orën 9 të kësaj të shtune, votën e tyre kanë ushtruar rreth 3117 qytetarë. Elezi bëri të ditur se votimi fillimisht ka nisur në ambasadën dhe konsulatën e Kosovës në Ankara dhe Stamboll, ndërsa më pas edhe në përfaqësi të tjera diplomatike në Europë. Procesi po zhvillohet në ambasada dhe konsulata të Kosovës në disa shtete, përfshirë Gjermaninë, Zvicrën, Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Belgjikën, Norvegjin, Austrinë, Suedin, Sloveninë, Danimarkën, Italinë, Turqinë, Kroacinë, Holandën, Çekinë, Hungarinë dhe SBA-n. Elezi sqaroi se vetëm qytetarët që janë regjistruar paraprakisht për votim fizik në përfaqësi diplomatike mund të votojnë gjatë kësaj dite. Ndërkohë, KQZ ka përfunduar edhe shpërndarjen e materialeve zgjedhore në qendrat komunale të numërimit në Kosovë, ndërsa ato do të dërgohen në qendrat e votimit para hapjes së tyre. Të dielën më 7 qershor, qytetarët e Kosovës do të drejtohen kutive të votimit në procesin zgjedhor, i cili do të zhvillohet në të gjithë vendin. Qendrat e votimit do të hapen në orën 7. Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar sërish. Avionët luftarak izraelit kanë kryer 2 sulme ajrore në orët e para të mëngjesit, por fatmirësisht nuk ka pasur dëme në njerëz apo dëme materiale. Nga ana tjetër, Hamasi duket se po shqyrton krijimin e një udhëheqje kolektive për të drejtuar krahun e saj të armatosur. Ndërkohë, tensionet e reja janë shfaqur sërish në ngushticën e Hormuzit, pasi disa cisterna nafte sipas Gardës Revolucionare të Iranit tentuan të kalonin në zonë pa koordinimin me forcat iraniane. Tensionet në lindjen e mesme duket se janë përshkallëzuar sërish këtë të shtunë. Avionët luftarak izraelit kanë kryer 2 sulme ajrore ndaj qytetit Samar në luginën perëndimore të Bekas në lindje të Libanit dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht pa raportime për viktima apo të plagosur. Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, sulmet e kryera në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune kishin në shënjestër një hysejnie dhe një seli të skautëve në qytet. Autoritetet lokale raportuan se nuk ka pasur humbje në njerëz nga asnjërin prej këtyre sulmeve. Nga ana tjetër, Hamasi duket se po shqyrton krijimin e një udhëheqje kolektive për të drejtuar krahun e saj të armatosur në një model të ngjashëm me komitetin e formuar nga drejtuesit e organizatës në Mërgim. Sipas raportimeve, kjo do të ishte një zgjidhje emergjente, ndoshta e përkohshme, për të garantuar vazhdimsinë e komandës së brigadave Al-Qassam, mbas humbjes së një sër drejtuesish të lartë. Nga ana tjetër, në Iran, Korpusi i Gardës Revolucionare, IRGC, deklaroi se tensionet e fundit në ngushticën e Hormuzit nisën pasi disa cisterna nafte, të cilat sipas Teheranit mbështeteshin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tentuan të kalonin në zonë pa koordinim me forcat iraniane. Në një deklaratë zyrtare, Korpusi pretendoi se anijeve i u dha një paralajmërim, por njëra prej tyre u godit, ndërsa tjetra u tërhoq dhe u kthye mbrapsht. Ngjarjet më të fundit në lindjen e mesme vinë në një moment kur përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve janë duke vijuar, ndërsa situata mbetet e brisht dhe e paqëndrueshme. Në vijim juftoj të ndiqni kursin e këmbimit valutor dhe parashikimin e motit për 24 orët e ardhshme. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.